Çdo i pesti qytetari i Maqedonisë jeton në pragun e varfërisë, tregojnë të dhënat përfundimtare të entit shtetëror të statistikës, sipas të cilave shkalla e varfërisë në vitin 2024 ka qenë 29.9%. Kjo do të thotë se më shumë se 1/5 e popullsisë jeton me të ardhura nën pragun e përcaktuar të varfërisë. Për një familje një antarëshe, ky prag është 178.286 denar në vit. Për një familje 4 antarëshe me 2 të rritur dhe 2 fëmijë nën 14 vjeç, është 374.400 denar në vit. Ose këto familje mbjetojnë me 31.200 denar në muaj. Ekspertët problemin e shohin te fakti se si shoqëri nuk kemi dhe nuk zhvillojmë politika reale sociale. To znači дека механизмите кои што треба да профункционираат во една држава во смисла да се создаде една состојба каде што оние кои што не по своја вина се сиромашни, не по своја вина се сиромашни, а тоа значи дека нив држава треба да им овозможи, да го возможи тој, ајде да го наречам елементарен, би рекол, во материјална смисла обстанок. Të dhënat e statistikës tregojnë se më kritike është gjendja te familjet me shumë antar dhe te prindërit e vetëm. Te familjet me 2 të rritur dhe 3 ose më shumë fëmijë në ngarkim, shkalla e varfërisë është 54.8%, ndërsa te prindërit e vetëm 45.8%. Varfëria godet fort edhe më të rinjt, te fëmijët deri në 17 vjeç është 29.5%. Ajo që shqetëson më shumë është se pa transferët social dhe pensionet, shkalla e varfërisë pothuajse do të dyfishohej, pra do të arrinte në 39.4%. На некој начин ги облажува, би рекол, тие удари кои може да следат, односно ги облажува таа состојба на и не создава некоја предпоставка за социјални немири, да речеме протести, не да се бараат тие луѓе да ги живеат. Инаку е како ќе претпоставите ако еден дел од тие луѓе на вистина немаат елементарни претпоставки за живот, а сепак на некој начин нити се бунтуваат, нити протестираат, нити бараат нешто повеќе. Statistika tregon se 7.9% të punësuarve janë të varfër, ndërsa 45.7% e të papunëve. Edhe pse varfëria të punësuarit në vitin 2024 është paksa në rënje krahasuar me vitin 2023, shqetësuese mbetet se 12% e pensionistëve janë të varfër. Përqindja është rritur krahasuar me vitin 2023, pavarësisht rritjes lineare prej 2.500 denarësh që morën pensionistët. Të dhënat statistikore për shpërndarjen e pasurisë tregojnë se koeficienti Gini, si masë e pabarazisë, është 29.2%, ndërsa 20% nga më të pasurit e qytetarëve kanë të ardhura 5.2 herë më të larta se 20% nga më të varfërit e popullsisë.